Do të kemi diskutime për këtë çështje. Qeveria është e rëndësishme që i ka votat. Pra, i kemi më shumë se 61 vota, për të zgjedhur qeverinë duhen 61 vota, i kemi më shumë se 61. Prandaj mund të vazhdojmë, domethënë me partnerët që i kemi pasur deri më tani. Ata kanë shprehur gatishmërinë që të mbështesin qeverinë Kurti. Sapo të konstituohet kuvendi, kryetari apo kryetaria e re e kuvendit, që është njëherët edhe ushtruese e detyrës së presidentit o presidentës vendit, e cakton mandatarin për kryeministër dhe vazhdojmë. Për çështje të tjera që ndërlidhen me negociatat është përgjegjës kryeministri Kurti si kryetari i partisë më të madhe në vend, prandaj edhe shumë informacione, detaje ndërlidhur me këtë do t'i kemi gjatë ditëve mbijem. Pra e thash edhe njerë, pas konstituimit kuvendit 60 ditë për zgjedhur presidentin, por ne sipas rendit gjërave vazhdojmë me votimin e qeverisë e pastaj me çështjen e presidentit.